بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Abasi thotë e kisha një tashawuf, një dëshirë të mbrëmshme me ditë çka u bu me Omerin. Tha feda'utu Allaha hawlan. Një vit pas vdekjes Omerit e kom lutë Allahun, o Allah më mundëso me pa se ku është Omeri. O Allah më mundëso me pa se çka ke vepruar me të. O Allah më mundëso me pa se në çfarë veni e ke qenë Omeri. Tha edhe pas një viti, dua të vazhdueshme që kam bëu për me pa Omerin, tha e pash Omerin radhiyallahu anhu. Dhe e pash një gjendje të lodhur, i cili ish ul me një vend dhe i fshinte njerëz. Dhe i thash, ja emir al-mu'minin, ma fa'ala Allahu bik. O prisi besimtarve, çka ka vepruar Allahu me ty? Ku të ka çu? Tha, al-ana qad faragt. Al-ana qad faragt. Që veç sa e kryva llogarin. Që veç sa e kryva llogarin. Është për qëllim në natën e varrit. Dhe tha, Omer dhan, كاد عرشي أن تهزني لولا أني وجدت الله توابا غفورا. Tha gati, tha këtu më lshu karrika ku më patën ul edhe më shkatru une, po mos të kisha gjetë Allahun që është pranuesi teubës dhe falës i madh. Dhe djali i tij Abdullahu e ka pano ndër babën vet. Dhe thot, dëshiroja me ditë se ku e ka qu Allahu Azza wa Jall babën tem. Tha dhe e kom pa pas një kohë gjatë një pallat të madh në xhenet. Dhe i thash, ky pallat i kujt është? Më than, i Omerit. Tha dhe doli Omeri, i veshur me një milhafe, me një rrobë shumë të bukur. Dhe i thash, ja abeti ma fa'ala Allahu bik. O babam, çka veproi Allahu me ty? Tha, wallahi kështu shkatru, po mos t'ishte falja Allahut. Wallahi kështu shkatru, po mos t'ishte mëshira Allahut. Një njeri me këtë atë veprimtari dhe me këtë atë mund dhe me këtë atë bagazh të punëve dhe sakrificës, po thot kështu shkatru, po mos t'ishte falja Allahut. Kështu shkatru, po mos t'ishte mëshira Allahut. Që do të thot falja Allahut, mëshira Allahut është ajo që na çon në xhenet. Krejt çka kena mundësi na mi bu, nuk na shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Krejt çka kena mundësi na mi vepru, nuk na shpëtojnë nga llogaria në varr, lemo dikun tjetër, apo. Për shkak se kush ka më të marrë në llogari natën e varrit? Kush? Dy melek. Ata dy melek në çfarë kritere janë? La ya'sun Allah ma amarahum. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Ata melek i ka cilësu Allahu se janë robt Allahut të ndëgjueshëm që kur nuk e thejnë urdhrin e tij. Robt Allahut që përmendin atë gjithë dhe kur nuk ndalen nga ajo përmendje. Ky rob i cili ka ardhur dhe po mirën llogari nga këta dy rob tjerë. Ky njeri nga këta dy melek po mirën pyetje. Këta melekt e këshyrin me standardin e tëne se qysh ka mundësi dikush Allahut mi bo një herë gjuna. As te cili që ka më vëros, ka nej gjuna. Apo? Po t'ju kish lënë atyne me llogarit me atë standardin e tëne, s'kish shpëtu kërkush. Kërkush s'kish shpëtu. Pse? Po, a e dini se kush është Allahu që jeni t'ju i bo mëkat jo? Domethënë, a e din se Allahu Azza wa Jall një pikë të ujit që e pin mëkatorin që ato ka mundësi e fundos ata? Një pikë të ujit, apo? Në një frymarrje që të e merr normal frymart, kur i bën Allah Azza wa Jall mëkat, frymarrja ta nxen frymën. E ti çati Allah i bën gjuna dhe s'pengon. Ata melekt aty po t'ju kish lënë atyne, s'kish shpëtu kërkush, po ndërhyn Allah Azza wa Jall. I mëshirshme, i buti, ai që e don robin e tij, apo edhe thot një të mirë shumë fishoja 10, 100, 700, 7.000, një gjuna, një shënëja. Dhe ka shumë gjunahe që Allah Azza wa Jall i mbulon as me lajket së një shojnë, heq. I mbulon Allah Azza wa Jall.
Se ky rob ka bu gjunas. Ky u tut çon e pesha, ama ja ka mujt nefsi ka rana gjuna dhe ka thonë ja rab mbulama. Gjunojnë ty e bu dhe ka thonë ja rab mbulama. Ky e pas ka di që e ka një zot. Edhe ka di që qaj zoti e mbulan dhe qaj ka mundësi me fal. As me lajket se shohin dhe e kalan, apo? Dhe e kalan. Thonë le moja të fjallë Allah të zugjel wa neza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surri mutakabilin. Nga e një këtë komentim të më thonë të mrekullueshëm që e ka një le moja wa neza'na ma fi sudurihim min ghill, dhe nxjerrim nga gjoksat e njerëzve ato të metat që kanë metën te në ato gjoksa. Ka thonë le moja Allah kur i nxjerr këtu të meta për gjoksave, sa Allah thotë wa neza'na, ne i nxjerrim ato të meta dhe pastrojmë atë zemër. Kur ka në transmetime të dera e xhenetit. Ky njeri natën e varrit e ka kalu dhe në gjoksin e tij ka pas të meta. Ka pas gjunahe. E ka kalu ditën e gjykimit 50.000 vjet dhe hala ka pas gjunahen te. E ka kalu procesin e marrjes së librit me këto gjunahe. E ka kalu siratin me këto gjunahe sepse ju ka mbështetë Allahu i cili është setir, mbuluese. Ju ka mbështetë Allahu, apo gjunahin zemra Allah azza xhel ja ka thonë robi jam e ka bëu gjuna zbonit tobe. Erdhte ona ama shpreson të qenë skomja zbulu deri te dera e xhenetit smiret llogari. As nuk ndalet mu vet për ato gjunahe. Ama Allah ka caktuar në xhenet nuk mundet me hime diçka. Çatu Allahu thotë wa nazana. Ja largojmë tash pe sudurihim nzama ato gjunahe që i ka, edhe tash në xhenet. Që do të thotë Allahu nëse s'na mshiron, nëse s'na fal, nëse s'na mbulan, a din që armiku numër 1 i jone bëhet vetja jon. Po Allah azza wa jall kur e dën një rob e mjaltos e përdor për hajër, ja mundson me pas mendim të mirë për Allahun, mi lëviz buz me ni astaghfirullah alazim atubu ilay, mi lëviz buz me ni Allahumma asturna, o Allah na mbula, edhe vazhdon rrugën çështën deri në ditën e takimit me Allahun.